Në Bleran ka nisur rikonstruksioni i rrugës Mark Sadiku, një investim i shumë pritur pas më shumë se 26 vitesh pritje. Ky segment prej rreth 1 kilometri që shërben mbi 150 familje, po përmjetësohet duke u pajisur me standardet e nevojshme të infrastrukturës. Punimet përfshin rehabilitimin e shtresave të rrugës, si dhe rregullimin e qarkullimit, duke zgjidhur vështirësitë që banorët kanë përjetuar prej kohësh në këtë aks rrugor. Bashkia Shkodër nënvizon se investimet po shpërndahen në mënyrë të barabartë në të gjithë territorin, jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë administrative, ku nevojat për ndërhyrje kanë qenë të mëdha. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm për përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e cilësisë së jetës së banorëve të zonës. Ma shumë se 20 sa po bëjnë të si këmarë në varë. E ku shëra më rapën dhe një tash si ku avë tash vërën kanë një se ka punojnë në nga. Që kanë pas ka dalin prej loqët e prej zonave si ja kanë rruga gushtë një shtë. Më mirë si ja ka shtruar se sa me metë po ashtruar. Për gjithë se si, faleminderit për jush. Këtu jemi në fshatin Bleran, në rrugën Mark Sadiku, po bëjmë asfaltimin e rrugës rreth 1 kilometër e 200 metra. Është rrugë që shërben rreth 150 familjeve në këtë zonë. Punimet po ecin mirë, bashkia na është ofruar në ndihmë, edhe banorët janë shumë gëzuar për punimet që jemi duke kryer. Momentalisht jemi duke vazhduar me punën intensivisht.